Përshëndetje shenja binjakve, kjo është panorama interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 10 shpatat, 10 kupat, rrota e fatit, mbretëresha e monedhave. Energjia juaj personale këtë javë fillon me një kartë shumë të fortë. 10 shpatat. Kjo kartë shpesh tregon fundin e një cikli të vështirë, një moment ku ju mund të ndjeni të lodhur emocionalisht ose psikologjikisht. Mund të jetë një situatë që ju ka rënduar për një kohë dhe tani duket sikur ka arritur në pikën e fundit. Edhe pse kjo kartë është shumë e dhimbshme, ajo gjithmonë tregon një gjë shumë të rëndësishme. Pra, kur arrin fundi i kësaj karte, nuk ka më ku të shkoj më poshtë, pra fillon një fillim i ri. Menjëherë pas saj shfaqen 10 kupat, që është një nga kartat më të bukura të tarotit. Ajo tregon harmoni emocionale, gëzim dhe ndjenjë përmbushjeje. Kjo sugjeron se pas një periudhe të vështirë, ju mund të përjetoni një moment të paqeje dhe lumturie, ndoshta përmes njerëzve që ju duan ose përmes një realizimi të brendshëm. Rrota e fatit sill një energji ndryshimi dhe kthesash të papritura. Java mund të sjellë një ndjesi se gjërat po ndryshojnë në mënyrë që nuk e kishit parashikuar, disa situata mund të kthehen në favorin tuaj. Në fund, mbretëresha e monedhave sjell stabilitet, siguri dhe kujdes për veten. Kjo kartë tregon se ju mund të përfundoni javën duke ndjerë më shumë qetësi dhe kontroll mbi jetën tuaj praktike dhe emocionale. Pra mesazhi është se një kapitull i vështirë po mbyllet dhe Zoti po ju çon drejt një faze më të qëndrueshme dhe më të qetë. Kartat këshillojnë të mos mbani barrën e së kaluarës, lejojeni veten të shihoni momentet e paqes që po vinë. Kalojmë në familje. Në familje kemi faqa e shpatave, mbretëresha e kupave, heremiti, perandoresha. Faqa e shpatave tregon një energji kureshtjeje dhe komunikimi. Mund të ketë biseda, pyetje ose ndoshta një situatë ku dikush po përpiqet të kuptojë më mirë një çështje familjare, ose mund të ketë edhe dikë që përgjon, do të di më shumë ose fut hundët më shumë se ç'duhet në punën dhe jetën e të tjerëve. Mbretëresha e kupave sjell një energji shumë të butë dhe intuitive në familje. Mund të jetë një figurë shumë mbështetëse, që kupton emocionet e të tjerëve pa pasur nevojë për shumë fjalë. Heremiti tregon një moment të reflektimi, ndoshta një antar i familjes ka nevojë për hapësirë ose ju vetë ndjeni nevojën për të menduar më thellë për disa çështje familjare. Në fund, perandoresha është një kartë shumë e bukur e dashurisë familjare, ngrohtësisë dhe kujdesit. Ajo tregon një energji që ushqen dhe mbështet. Në fund të javës mund të ndjeni më shumë afërsi dhe dashuri në familje. Mesazhi është se edhe nëse disa momente kërkojnë reflektim, energjia familjare mbetet një burim i fortë dashurie dhe mbështetjeje. Kartat këshillojnë se ju duhet të dëgjoni më shumë dhe shpesh njerëzit zbulojnë më shumë nga zemra atyre kur ndihen të dëgjuar. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 6 shkopinj, kalorësi i kupave, faqa e monedhave, hëna. Në dashuri, energjia është shumë interesante dhe ka një përzierje mes gëzimit dhe misterit, do të thoja unë. 6 shkopinj është kartë fitoreje dhe vlerësimin. Pra, mund të ndiheni të vlerësuar ose të admiruar nga dikush. Kjo kartë shpesh tregon një moment kur ju ndjeni se një situatë po shkon në drejtimin e duhur. Më pas kemi kalorësin e kupave, një kartë shumë romantike. Kjo energji lidhet me gjeste romantike, deklarime emocionale ose një person që shpreh ndjenjat në mënyrë të sinqertë dhe poetike. Faqa e monedhave sjell një energji fillimi. Në dashuri kjo mund të tregojë një lidhje që po zhvillohet ngadalë, një njohje të re ose një përpjekje për të ndërtuar diçka më serioze dhe më të qëndrueshme. Por hëna sjell një element misteri dhe pasigurie. Kjo kartë shpesh tregon
emocione të thella, intuit të fortë, por edhe situata që nuk janë plotësisht të qarta. Ju mund të ndjeni se diçka është ende e paqartë në lidhje me një person ose një situatë. Pra, narrativa e dashurisë për ju këtë javë më le të nënkuptoj se fillimisht mund të ndjeni një energji shumë pozitive dhe romantike në dashuri. Dikush mund të tregojë interes ose ndjenja. Pastaj, situata fillon të zhvillohet ngadalë dhe me kujdes. Megjithatë, në një moment mund të lindin dyshime ose ndjenja të paqarta që ju bëjnë të kuptoni dhe të kërkoni më shumë qartësi. Kartat këshillojnë të mos mbështeteni vetëm në fjalë, shikoni edhe veprimet, intuita juaj do t'ju tregojë shumë për situatën. Kalojmë tek puna. Në punë kemi Mbreti i Kupave, 9 monedhat, 4 shkopinj, 6 kupat dhe njeriu i varur që ranë të dyja së bashku njëkohësisht. Në punë energjia duket e qëndrueshme dhe e kënaqshme. Mbreti i Kupave tregon maturi emocionale dhe diplomaci. Ju mund të përballoni situata profesionale me qetësi, edhe kur gjërat mund të jenë kaos total, sepse Mbreti i Kupave tregon inteligjencë emocionale. 9 monedhat është kartë e pavarësisë dhe suksesit personal. Ajo tregon se përpjekjet tuaja mund të sjellin rezultate të mira dhe ndjenjë vetbesimi në punë. 4 shkopinj sjell një energji feste ose stabiliteti. Mund të jetë një projekt që përfundon me sukses ose një moment kur ndjeni siguri në ambientin e punës. 6 kupat shpesh lidhet me të kaluarën. Mund të rikthehet një ide e vjetër, një bashkëpunim i mëparshëm ose një mundësi që lidhet me diçka që keni bërë më parë, por njeriu i varur tregon një moment reflektimi. Mund të jetë e nevojshme të shikoni një situatë nga një perspektivë tjetër për të marrë vendimin e duhur. Pra, mesazhi është se suksesi është i mundur, por ndonjëherë kërkon durim dhe një këndvështrim të ri. Kartat këshillojnë të mos nxitoni në vendime profesionale këtë javë. Ndonjëherë një pauzë e vogël sjell një ide më të mirë. Kalojmë në Prism Oracle, ku kemi refuzimi. Atëherë, në Prism Oracle flitet se nuk duhen parë në gjërat vetëm si refuzim negativ, sepse shpesh kjo kartë ka një mesazh shumë të thellë. Ndonjëherë, për shembull, një refuzim është mënyra e jetës për t'ju mbrojtur nga një rrugë që nuk është e duhura për ju. Pra, kur një derë mbyllet, një tjetër mund të hapet në një drejtim më të mirë, që do të thotë të mos e merrni çdo refuzim si humbje, sepse shpesh është një ridrejtim drejt diçkaje më të përshtatshme për ju. Paçim.